imagjino dy restorante, njëri që financohet nga burime të tilla, i tjetër që bën një biznes me përpjekje normale, me konkurrencë në treg, cili do dominojë. Domethënë, restoranti i financuar nga burimet e errta ka shumë mundësi që të ofrojë çmime më të ulta, të bëjë më shumë, të ofrojë më shumë luks, komoditet për klientët e tij. Profesor, shpjegohet se në rrjetet shqiptare të krimit të organizuar gjenerojnë miliona e ndoshta edhe miliarda euro. Qysh kanë mri me u vendos në qarkullim të lehtëshëm të parave, me u shpërla, qysh njihet në gjuhën e zakonshme? Do mundohemi të themi shkurtimisht gjëra që duan shekuj të shpjegohen dhe duan dosje të detajuara. Unë nuk jam jurist, por që nga praktika financiare, gjithë avantazhi kryesor i këtyre rrjeteve është sistemi i dobët ose influencuar politik. Është e çuditshme thua se ç'lidhje ka politika me këto veprimtari kriminale, po për shkak se partitë politike në Shqipëri janë shumë të varura nga financimet për fushata, për të fituar zgjedhjet, janë të detyruar, do të bëjnë zgjedhje që bashkëpunojnë me organizata të cilat pastaj më vonë për të cilat ata do të detyrohen të bëjnë ose kanë marrë angazhimin që të bëjnë të relaksojnë sistemet e kontrollit kufitar, sistemet e kontrollit financiar, mbikëqyrjes. Është e gjitha një lloj konsensusi i madh i themi elitës politike që kjo gjë të kalojë si thënë pa vënë re, e pa hetuar dhe e pa penguar. Pastaj gjithë të tjerat janë pasoja, qoftë dobësia e sistemit financiar, do themi e bankave, e bankingut veçanërisht, qoftë kontrolli kufitar e me radhë. Është e gjitha reflektimi i vullneti për të bërë në Shqipëri themi për të bërë një sy qordh dhe një vesh shurdh përpara kësaj gjëje, sepse ka edhe një lloj konsensusi ose ka një lloj miti të përhapur që i duhen këto para ekonomisë. Domethënë ekonomia përfiton nga këto para. Dhe sigurisht ky është një mit që përhapet nga ata që kanë interesa aty. Po në realitet, ai ka ndihmu kjo ekonomisë apo e ka shkatruar? Fatkeqësisht ekonomia shqiptare është ekonomia ndoshta më e monopolizuar e rajonit, ndoshta edhe Europës, patjetër se Europa ka tregje shumë më të drejta dhe më shpërndarëse. Kjo është arsyeja kryesore, domethënë sepse edhe në retail dhe në sektorin e pakicës, themi, të bizneset e vogla, se kështu ka nisur kjo fillimisht, konkurrenca, avantazhi që i jepte në konkurrencë burimet e tilla të lehta, themi, të lira të financimit, kanë shkatruar konkurrencën. Do thënë, imagjino dy restorante, njëri që financohet nga burime të tilla, i tjetër që bën një biznes me përpjekje normale, me konkurrencë në treg, cili do dominojë. Do thënë, restoranti i financuar nga burimet e errta ka shumë mundësi që të ofrojë çmime më të ulta, të bëjë më shumë, të ofrojë më shumë luks, komoditet për klientët e tij dhe gjithashtu dhe të manipulojë pastaj dhe faturat në mënyrën si deklarohen të ardhurat, fitimet, që ka qenë mjaft e përhapur në Shqipëri. Ndoshta kjo është arsyeja pse Shqipëria ka rrjetin, ndoshta ose mund të themi kohortën, flotën më të madhe të restoranteve dhe ndoshta edhe më luksoze të restoranteve dhe të bareve në Ballkan. Unë kam parë edhe në Europë, domethënë që ne në goxha prim, domethënë në këtë drejtim. Dhe ky është si shembull, por pastaj po të kalosh në nivele të tjera të biznesit, në sektorë të tjerë, ajo është evident, domethënë dizavantazhi që ka pas ekonomia është evidente dhe vetë polarizimi i ekonomisë, vetë polarizimi social ekonomik që ka ndodhur dhe vazhdon matet me këtë indeksin Gini, që tregon që thellohet çdo ditë më shumë midis atij 10% më të pasur dhe 50 apo 80% tjetër që bën një jetë të vështirë. Është, domethënë, po prap një argument se lejimi i flukseve të errta në ekonomi, i parave kriminale, burime kriminale, ka dhënë më shumë dizavantazhe dhe avantazhet normal që janë përfituar vetëm nga ata që i kanë kryer këto procese. Ekziston një përshtypje të njerëzve që vinë me vizitur Shqipërinë që
investimet për i parave të pesta e kanë zhvillu vendet. Shihen objekte, ndërtesa, investime në hotele, tjere. A mendon që e kanë zhvillu? Po, ata që vinë të vizitojnë Shqipërinë, vinë në hotele, vinë në resorte, vinë shohin downtownin qendrën e Tiranës, nuk shohin jetën normale të shqiptarëve. Ata nuk kanë interes normalisht dhe s'kanë as detyrimin që të shohin se si jeton një familje shqiptare normale. Sigurisht kemi resorte shumë luksoze, kemi ndërtime kulla të larta, ndërtime shumë cilësore, kompetitive për nga imazhet e cilësia qoftë edhe me Europën. Çështja është se kjo ekonomi e krijuar, jo vetëm nga ndërtimi, sepse ndërtimi shpeshherë përqendrohet sepse është ekonomia më e madhe, sektori më i madh që kemi ne, por i jepet një lloj merite, si më thon, kësaj lloj ekonomie, po ajo nuk shpërndahet tek njerëzit, ajo mbetet tek ata që punojnë në atë sektor, ndërtuesit dhe gjithë bizneset që lidhen me to. Po kjo nuk ka ndikuar për shembull në rritjen e rrogave, në pagave, në nivelit pagave në përgjithësi, por ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Domethënë, hyrja e parave me origjinë kriminale ka ndikuar në rritjen e çmimeve të real estate, për shembull, apartamentet, ndërtimet në përgjithësi në Tiranë janë ndoshta më të shtrenjta në Ballkan, besoj që janë më të shtrenjta dhe krahasohen me kryeqytete më të shtrenjta në botë. Dhe pastaj rritja e çmimeve përfshin edhe rritjen e çmimeve të retail, të konsumeve, të produkteve të konsumit të përditshëm, ushqime, shërbime bazike, shëndetësore, arsim, por që nuk është reflektuar tek shpërndarja, pra tek pagat. Si shpjegohet shpërndarja e parave me rritjen e çmimeve të apartamenteve? Në fakt, kjo është, unë besoj që kazusi ynë duhet të jetë rregulli, ose ndoshta për shkak të faktorëve të tjerë përveç se thjesht ekonomik, kjo duhet të jetë një ligjësi e re në pasimin e parave, sepse ata që investojnë në real estate, në ndërtime, në përgjithësi pra që blejnë prona, jo ndërtuesi vetë, por ata që blejnë prona, dhe jo gjithmonë i blejnë nga ndërtuesi apo nga investitori, për shkak të ekonomisë clearingut, ekonomisë jo e quheni kompensimit. Ata janë të interesuar që jo t'i blejnë ato sa për t'i blejnë pronat sa për të legjitimuar fondet. Pastaj më vonë ata janë të interesuar ta shesin dhe ato mbeten stok të pashitur. Kjo është një ofertë tregu që bllokohet, mbahet në thonjza në magazin dhe ndërkohë që nevojat janë për të blerë apartamente, këta i kanë blerë për shkak se kanë fonde të gatshme, i kanë blerë që në fillim para se të ndërtohet i plot projekti, dhe kur qytetari normal që merr një kredi vjen të blejë një apartament, çmimi i tyre, atyre që kanë ngelur, atyre pak që kanë ngelur, është shumë i lartë. Pra oferta reale e ndërtimit është shumë e ulët, sepse ato, domethënë, pjesa më e madhe e ndërtimit janë tashmë bllokuar, janë marrë nga ndërtues, nga kompanitë ndryshme të ndërtimit, po themi ata që ndërtojnë mure, të tjerët që bëjnë punimet e fasadave, të tjerët që bëjnë punime hidraulike, kanë marrë të gjithë pjesët e tyre, i kanë shitur ndërkohë tek ata që kanë fondet gatshme, shpeshherë me origjinë kriminale dhe nuk ka ofertë reale në treg. Pra është një ligj ekonomie shumë i thjeshtë, nuk ka ofertë reale. Tjetër gjë se këtu blihen dhe shiten dhe ndërtimi vazhdon, por nuk është në treg oferta, oferta është pas perdeve. Nëse flasim në terma të shumave, mendon që ka pas miliona euro apo miliarda euro të shpërlame në këto vitet e fundit, edhe në Shqipëri, po edhe në vendet e Ballkanit? Kjo është një treg i pa investiguar, sepse është i zi, është i errët, nuk e kuantifikojmë dot, se masim dot, por është e sigurt që është në miliarda, nuk bëhet fjalë për miliona. Ne deri para disa vitesh e masnim edhe këtë numrin edhe sipërfaqet e dhëna me leje ndërtimi, domethënë kishin arritur disa miliona. Tani nuk i numëron më njëri, nuk i përllogarit njëri, sepse duke arritur më shumë se 10 milion metër katror ndërtime në Tiranë, të dhëna leje, nuk e di nëse janë realizuar të tëra, po janë në proces ndërkohë. Dhe kjo është, domethënë, po ta të japësh vlerën e tregut ose një vlerë të arsyeshme tregu, bëhet fjalë për patjetër me miliarda. A ka një rrezik që në rast se në Shqipëri nis një reformë e parandalimit të shpërlarjes së parave, rrjetet kriminale që janë aktive, që janë të fituar ende miliona, me nis me gjetë tregje, me eksploru Kosovën, me nis me ndërtu në Kosovë, me nis me eksportu këtë praktikë edhe në Kosovë?
Nuk besoj se ka diçka që t'i pengojë ta bëjnë këtë, përveç se varet nga mënyra se si do reagojnë institucionet e zbatimit ligjit në Kosovë apo kudo që ata shkojnë. Do thonë Shqipëria ka qenë një mundësi, një lloj parajse e pa zyrtarizuar fiskal, financiare për ta, siç përdoren këto parajset e tjera, por jam i sigurt që ndoshta mund të kenë filluar duke parë dhe mënyrën si po zhvillohet sektori i ndërtimit në Kosovë, por nuk duhet të fokusuar vetëm te sektori i ndërtimit. Po vetëm a është mënyra e njëjtë e ndërtimit edhe në Kosovë? Unë nuk shoh asnjë dallim në mënyrën se si operacionalizohet ndërtimi. Pra, dikush merr një leje ndërtimi, atë leje ndërtimi ai mund mos ketë para ta ndërtoj atë projekt, por i jep të gjitha punët, proceset, i jep me clearing e quajmë në Shqipëri. Pra, secili merr përsipër të kryejë një proces caktuar, që nga struktura tek fasadat, siç thash, dhe në këmbim të kësaj nuk merr para, por merr pjesë të ndërtimit, të pronës. Dhe fillon bën shitje ndërkohë që ai nuk e ka ndërtuar akoma, pra prona nuk është finale. Dhe fillon bëhet shitja me kontrata porosie, siç quhet, dhe fondet kanë hyrë tashmë në sistem. Përderisa Kosova po bën njëjtë gjë me Shqipërinë, besoj që jemi në të njëjtat në një situatë, besoj. A ka prova që ky investim që po vjen prej krimit të organizuar, po legalizohet në Shqipëri dhe në Kosovë, po eksportohet si para e lehtëshme në vendet e tjera, në Gjermani, në Zvicër, në Itali? Ka të dy format janë dy format, do të thotë që janë të vlefshme. Njëra është që mund të hyjnë fondet në kanale bankare duke filluar nga Shqipëria, por mund të vinë edhe nga jashtë, sepse ka opsione edhe jashtë për të kaluar fonde përmes kanaleve bankare pa deklaruar origjinën e tyre dhe pastaj në Shqipëri ato vinë me një lloj certifikate sigurie, pra janë fonde që po vinë nga llogari nga Zvicra për shembull. Dhe si do duhet një bashkëpunim ndërmjet prokurorive për të parë, për të hyrë në detaje, volumi veprimtarive shumë i madh, volumi punëve që prokurorit këtu te ne kanë është shumë i madh. Kështu që besoj që të dyja mënyrat funksionojnë. Mund të vinë nga Shqipëria përmes zyrtarizimit në Shqipëri, legalizimit në Shqipëri dhe kalimit kanale bankare, por edhe siguria kufive nuk është më e mira në mes nesh dhe në Ballkanin Perëndimor. Përpos sektorit të ndërtimit, në cilë sektor tjerë të ekonomisë shet që ka impakt shpërlarja e parave? Unë mendoj që është në çdo sektor. Domethënë, në shumë biznese ti e kupton që një çmim i atill ose një shërbim nuk ofrohet dot, nuk del kostoja ta përballosh një shërbim të atill në atë nivel. Marrim ndoshta edhe arsimi privat. Pra, mendon që është vetëm ndërtimi, baret, restorantet, real estate e marrë, apo sektor që ka qenë klasik në pastrimin e parave. Nuk mund të thuash që ka një sektor që është i mbrojtur nga pastrimi i parave në ekonominë shqiptare. Ka një aliazh kohët e fundit ndërmjet kompanive të mëdha, grupeve të mëdha të ndërtimit dhe sektorit financiar, që pastaj e lehtëson mjaft këtë pjesën e legalizimit të fondeve me shuma të lejuara, apo ndoshta edhe të palejuara, sepse edhe vetë sistemi i mbikëqyrjes financiare bazohet mbi alarmet që vijnë nga alertet që vijnë nga bankat. Dhe kur një grup ndërtimtarie, grup real estate ka një bankë në pronësi, mund mos e shtyp butonin për një shumë caktuar dhe nuk arrin sinjali për një veprimtari të tillë. Por sektorët janë pothuajse të gjithë sektorët janë të prekur. Kulturalisht, a shet që ka vullnet me u nis me marrë veprime për me parandalu shpërlarjen e parave? Mendoj që ka një keq kuptim dhe një keq informim sigurisht të qëllimshëm të popullsisë që gjoja kjo gjithë Europa, gjithë qytetet e botës të zhvilluar janë financuar në këtë mënyrë. Zhvillimi në fakt vjen nga kjo ekonomia e errët, por neve nuk duan të na lejojnë të lloj luksi sepse Europa ose Amerika janë xheloz ose nuk duan të humbasin avantazhin në këtë drejtim. Dhe ka një mit të dytë që është miti që kjo para që po e marr ekonominë gjallë, ndërkohë që ne nuk kemi ndonjë veprimtari tjetër prodhuese. Në fakt duhet një punë e madhe vetëdijsuese, nuk e di, edukative, informative, që njerëzit binden se në fakt është kjo një ndër arsyet kryesore, në mos kryesorja, që një pjesë e madhe e popullsisë është përplitet, domethënë që lufton për mbijetesë dhe që një pjesë e madhe e bizneseve falimentojnë nga konkurrenca e pandershme, punësimet
po ashtu janë të lidhura me të dhe ndoshta do duhet shumë kohë për ta emancipuar publikun në këtë pikpamje. Po ka sigurisht sinjale nga puna që po bën këto organet e drejtësisë së re, SPAK-u, gjykata, GKK-ja, në tërësi, domethënë, është punë inkurajuese, sigurisht puna shumë e madhe dhe do dojë shumë kohë. A mendon që shpërlarja e parave e ka zbrazë Shqipërinë prej njerëzve? I ka bën njerëz me ikë prej këtij? Ka kriju një sistem, larja e parave ka kriju një sistem i cili në mënyrë të drejtë për drejtë nuk ndjehet, por që rezultati final ka që njerëzit dekurajohen nga qëndrimi në Shqipëri dhe kërkojnë mundësi tjera jashtë. Pra, sistemi i, po themi, pamundësia për të blerë një shtëpi, që një shtëpi në Tiranë mund të jetë më e shtrenjtë se një shtëpi në Piza, për shembull. Dhe shumë mirë qytetarët shqiptarë mund të shohin për një punë në Piza, të marrin një kredi atje apo të shohin të investojnë ato pak para që kanë atje dhe që të jetojnë atje, pse jo? Është një vend i Bashkimit Evropian, Italia është një mrekulli. Ka krijuar probleme me pagat, me punësimin. Pagat janë jashtëzakonisht më të ulta se sa një raport të pa tolerueshëm, raport edhe me vende fqinje, edhe me BE-n. Dhe njerëzit marrin vendime të tilla që largohen. Kjo pastaj është, domethënë, ne flasim për paratë e pista duke u nisur vetëm nga paraja kriminale, trafiku i drogës, ku diun, trafiqe të tjera të armëve me radhë, por një pjesë e madhe, rreth 35-40% e paratë së Shqipëri vjen nga korrupsioni. Që do të thotë që ka një aleat të madh në administrimin publik që gjithë ky po them aktivitet i pastrimit parave ndodh dhe që pastaj shkatërron shërbime publike, i bën infrastrukturën e bën të vështirë për ta modernizuar, sepse ka domethënë fryen kostot, zhvallohen kostot, ose shërbime të caktuara si shëndetësia apo arsimi degradojnë. Ato shkojnë dorë në dorë, domethënë është një lloj fibri moral, imoral, në fakt, që i lidh të gjithë këto veprimtari dhe që e bëjnë përgjithësi jetën të vështirë në Shqipëri dhe që inkurajojnë, nxisin njerëzit të largohen. Kemi bukur shumë biznese që falimentojnë. A shpërlarja e parave arsyeja apo mungesa një plani të mirë të biznesit? Kritikët do të thonë nuk po dinë me bë biznes dhe për këtë arsye po falimentojnë. Në nivel mikro, do të thonë nëse ne duam ta zvoglojmë problemin madhor, ne merrem me probleme mikro. Dikush di të bëjë një plan biznesi, dikush tjetër nuk di të menaxhojë burimet njerëzore, një tjetër s'di të mbajë taksat si duhet e me radhë, por që rast pas rasti ka edhe shkaqe të tilla, sigurisht. Problemi më madhor është mungesa e një tregu konkurrues, pra. Nuk falimenton një biznes sepse i ikin ca punëtorë që nuk i trajtoi mirë. Në një organizat ndodh reflektimi, pra pronari, administratori reflekton, kupton që punëtorët duhen trajtuar ndryshe, emancipohet dhe fillon të trajton ndryshe punëtorët e tjerë që do marrin punë. Ata të tjerë do qarkullojnë një kompani tjetër që e ka marrë tashmë këtë mësim. Ndërkohë që kur falimentimi ndodh për shkak të fondeve, të keshit, të dështimit për të ose arktuar ato që ti ke shitur, ose për dështimin për të shitur. Kështu që nuk është problem mikro i menaxhimit që ka shumë probleme për shkak se ne nuk kemi një biznes të ngritur nga një kulturë menaxheriale, vetë biznes më të mëdha janë kryesisht biznese bruto, pra të merren me projekte ose projekte publike, ose që kanë kriju avantazhin financiar, ose real estate, projekte që janë tërësisht brutale, nuk është se ka një inovacion, o themi filan korporat ka një sektor të vetin inovativ, ka një kompani që merr me inovacion. Nuk i kemi këto gjëra. Pra, edhe në korporata ne kemi një nivel të ulët të emancipimit sa i përket ndryshimit dhe inovacionit. Kështu që nuk mund t'ja lëm fajin pikërisht pa aftësive ose dështimeve të vogla për kur kjo gjë bëhet një rregullsi, një ligjësi në treg.